Festa me prejardhje pagane e Sultan Nevruzit, traditë e cila është përhapur edhe në trojës shqiptare, është bërë ritual fetar edhe në shumë teqe të Gjakovës dhe është përcjellur kjo ceremoni nga 7 tarikata aktiv. Festa nisi me mirëpritjen musafirëve në teqe, ku pleqë të rinj u bashkuan për të premtuar në mënyrën më të devotshme natën e madhe të lindjes së Imam Alis dhe ditën e pranverës. Kjo ditë frymëzon gjithë njerëzimin dhe një herësh uzon për bashkim dhe lutje për dashuri dhe paqe. Si fetar, si musliman që e festojmë rregullisht, na mbledhem këtë teqe, po ka edhe anën tjetër të mirë që na bashkon gjithëve. Na kem edukat prej shejt, na tregon që duhet të hiqen hujet, të hiqen ato përçarjet, edhe kështu që të bëjmë derte, bëjmë një farë ceremonie tamam fetare muslimane. Sheh Sulejmani nga teqja Dervish Syles e tarikatit Sadi vën e parë rëndësinë që ka 22 marsi, dita pranverës, në ringjalljen e natyrës. Në këtë ditë është lindur Imam Aliu në Qabe. Është Muhamedi alayhis salam thashë do të jetë pasmeje. Kështu që ajo vendos atë ditë që të jetë edhe ne si respekt për atë ditë me datën 21, që ishte të muajit mars. Edhe mbeti për tarikatin, rrugën e devotshme të hakikatit, që ta festojmë si ditën e Sultan Nevruzit. Edhe nga ajo ditë, do të thotë gjitha teqet që janë, edhe rruga, do të thotë libeti edhe gjitha tarikatet e festojnë dhe i presim që të lutemi që për një paqe, për një zhvillim, për një dashuri ndaj njerëzit, ndaj njerëzve, ndaj të gjitha të mirat që Allah i neve ne krijoi. Sipas besimtarve, ritualet tradicionale të festës së Sultan Nevruzit janë për kujtimi për Allahun dhe thirrjet për çdo besimtar që të bashkohet lutjeve. Festa e Sultan Nevruzit apo përshëndetëria dhe dhënia e ilafetnames në Kamilkum nga Muhamedi alayhis salam tek Imam Alia është një mesazh uniteti, bashkimi, pa dallime. Po ashtu tek ne përcjell një mesazh shumë të mirë për shkak që duhet të qenë sa më dinjitas rreth festimit të kësaj feste. Jemi njëkohësisht shumë të gëzuar për shkak se kjo festë na bën të ndjehemi mirë. Në përkujtim të Allahut, besimtarët e bektashianët bën ziqër. Një Zot ayet Allahu Jelle Celaluhu. İnşallah Allah ona bol kabul edhe këtë të bëjmë. Pas ziqërit, zonjat e teqes së Dervish Syles bën të gjitha përgatitjet për sofrën e begat që shtrohet për qindra musafir, të bashkuar në natën e madhe të Sultan Nevruzit. Që 70 vjetë se vishë të në mëlesh, i vi mojtë të netë mdhaja, e thirëm, vinë me hybe, vinë me pletë, mojnë, qesim të në hethë, meze shumë qesim, edhe i kemi marrë gjithmonë në jetë. Pensë, nusi i kemi, bojnë sa të mumen, bojnë i zmetë. Bojnë me he, me krejtë, s'mojmë kërkon dhe që vetë i bojnë. Nuk është të vështirë, sepse është natë e madhe, është diçka për gëzim, për qef, edhe është kënaqësi. Në fund të ceremonisë së kremtës së Sultan Nevruzit, shehu i teqes, Sulejman Beqa, dha një porosi për gjithë besimtarët. Shumë padrejtësive sot që ndodhin në gjithë globin, edhe përpara që kanë ndodhur nuk kishin përmenduar, sikurse Kurani mu pa interpretu drejt, edhe mu kuptu drejt. Edhe të gjitha sot, edhe shkenca, po ballafaqohet me të gjitha ato ajete kuranore që të gjitha janë në konceptualisht janë në substancë, janë të gjitha të parapame. Sipas bektashinëve, me 22 mars është dita Sultan Nevruzit, një festë lashtë pagane me prejardhje persiane, që nga viti 1996, dita Nevruzit është festë zyrtare edhe në trojës shqiptare.